Kryeministri Edi Rama pas një vizite në Prishtinë ditën e djeshme deklaroi se presidenti Vjosa Osmani është e kërcënuar. Gazetari Kosov Gjocia ka shpjeguar këtë të martë se ajo që Rama tha nuk ishte dëgjuar dhe nuk është e njohur më parë për publikun. Gazetari tha se sipas tij, duke marrë parasysh të kaluarën e Osmanit, marrëdhënien që ajo ka pasur me Hashim Thaçin, por edhe me figura të tjera që kanë qenë pjesë e PDK-s, theksoi se nuk ka qenë në nivelin më të mirë të mundshëm dhe se mosreagimi i Osmanit për çështjen aktuale në Hag nuk ka qenë në mbështetjen e duhur. Duke marrë parasysh të kaluarën e Osmanit, marrëdhënien që ajo ka pasur me Thaçin, por edhe me të tjerët që kanë qenë pjesë e PDK-s, ish drejtues të UÇK-s apo ish ushtar të UÇK-s, në aspektin politik, nuk është se ka qenë në nivelin më të mirë të mundshëm. Osmani pothuajse gjithë karrierën e saj politike e ka ndërtuar duke qenë një kritike e fortë e Hashim Thaçit dhe politikës së tij, që ai ka qenë kryeministër, por edhe në detyra të tjera. Mosreagimi i shpeshtë i Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit, karshia saj që po ndodh në Hag, fakti që ka pasur akuza që nuk kanë dhënë mbështetje që ata të kthehen të pafajshëm në Kosovë, sepse dënimi i tyre do të thotë dënimi i UÇK-s dhe dënimi i Kosovës, sepse ka bërë realisht që njerëzit të mos mendojnë se mund të ketë situata të tilla. Pasi ajo deklaratë u bë publike, pati shumë reagime, por nga ana tjetër u vlerësua veprimi i Osmanit, ndoshta në mënyrë të eshtur, jo se në presidencën e Kosovës do të gjente diçka prokuroria speciale, sepse nuk ka realisht asnjë dokument me atë çfarë po ndodh, u shpreh Gjoci.